lagja, thot, hajde te lagja. Po këtu bëjnë 3 milion pound shtëpia o kar, qa lagja gji, ku kena po na shtëpia ishtu në barkim, them. A e kuptoni qa o njerëz janë? Jetojnë si barbona. Unë jetoj në zonë parë, jetoj në qendër të Londrës. Kam qenë dikush para TikTokut e dini shumë mirë, njerëzit më ndjekin se më njohin. Po jo të vish ti te lagja ime me 20 veta, e vetëm bësh xhiro me makinë. Të kam dalë në kem, kam vesh orën, e të kam marrë në kem që të ziheshim si burra. Po ti pas ke qenë njeri i më barbon, kam patë respekt për vllain tënd, Mili. Se vlla jot ka qenë një djalë me zemër që e kam njoftë që fëmijë. Po me qa po shikoj qa bere sot, wallahi e din nuk kam për të harruar kur. Nuk kam për të harruar, nuk duhet ja di do mërzitet vlla jot, e di shumë mirë, inshallah Zoti ja lecoft. Po ti e ke fut vllain tënd në hasmëri, se ti njëtën gjë që bere, vjen me 20 veta, i ngjizon 10 sekonda e ikën me vrap. Qa ke bërë sot s'kam për të harruar, të kam dalë vetëm në kem, të kam fet.